por dhe të kundërshtarëve politik. Kështu që dhe kjo pjesë ishte absurde t'i kërkojë Ramës ta ishte edhe nga kodi penal. Në fakt të kundërtën është gati të bëjë Rama, ta rikthej edhe një herë aty ku ishte shpifjen tek dënimi me burg. Përveç saj, edhe një detaj tjetër. Në kodin penal, e mbani mend rreth një javë më parë Rama, kur ishte çështja e Ballukut, kur i duhet mbronte Ballukun, kundër kërkesës për arrestim të Spakut ose për heqje imuniteti, filloi e foli mbajti një nga ato logoretë e tija të gjata për faktin që burgjet tona janë plot, që njerëzit futen në burg kot, që pas një arsye, dhe ky harroi përveç të shkuarës ti kur ulurinte burg, për çdo gjë dhe futin burg, edhe familjar, dhe atë babain që vrau vetëm burg për 30.000 lekë të vjetra që s'kishte paguar energjinë elektrike. Ja ku u kthye prap mbrëm. Fut në kod penal dënimin me burg për parkimin dysh makinës apo për rregullat qarkullimit që nuk ka vend bot qofse ka një aksident me pasoja e tjera sigurisht e përmban dhe sot kodi penal. Por që ti të fusësh në kod penal burg për parkimin dysh, që nuk është gjë tjetër veç se një nga mënyrat e tjera për të mbajtur njerëzit në presion. A e di çfarë thot kjo? Çfarë ndodh sot me gjobat? Sot keme mira gjoba që ju vijnë qytetarëve që kanë automjete apo mjete rrugore, ju vjen për ditë kot, pa asnjë shkelje, pa bërë asgjë. Raste që janë vënë gjoba kur një makinë ka qenë në Tiranë dhe është vënë gjoba po them në Fier apo në Sarandë. Kam një rast timin direkt me djalin e xhaxhait tim që është vënë gjobë për motor në vitin 2024-2025, ndërkohë ai është në Amerikë që nga 2023 dhe motori nuk ka dalë kurrë. Pse bëhen këto? Të gjitha këto janë forma presioni, por sigurisht bëhet edhe për të ndedhur ato parat që duhet tyre të bëjnë planin, sepse nuk shkon njeri të bëj gjyq për 20.000 lekë gjob apo për 30.000 lekë gjob. Dije kjo. Ç'a ndodh tash me këtë? Kjo tjetra që futi, prapë është një mënyrë presioni që u bëhet qytetarëve. Ku do ta di ai qytetari shkret se ku mund përfundoj nesër? Mjafton një polic të mbushi një flep gjobe, thot filani ka parkuar dyshe dhe të përfundoj burgjeve dhe gjykatave me kohë të tëra. Mund t'ja bëj, na bëj ne, mund na bëj mua. Mbushi dhe një polic aty nga këta patronazhistët që i kanë në komandë, mbush sa letra derisa të sqarohet çështja në gjykat, presioni ndaj qytetarit është i gjithkohshëm. Pra ka shef vetëm mënyra represioni. Me deklarimet dhe me çfarë bën, Rama është komplet në krah të kundërt. Pra nuk është vetëm ajo çështje që thatë e shpifjes, por disa çështje që kaluan dje në kod penal janë në kundërshtim me të gjithë ligjet dhe rregullat që ndiqen sot në Bashkimin Evropian. E qartë, zoti Paloka, ju falenderoj shumë për këto minuta që ndat me ne. Faleminderit. Përshëndetje.